Nëse para vitit 2022 plotësonte nevojat me naftë ruso bruto 2.5%, sot e ka arritur marrjen e naftës ruse për plotësimin e vendeve të nevojat e veta të 35%. Pra të shikojmë që edhe ka mesazhe nga Kremlini ku thuhet që ne vërtet thonë rusët, ne vërtet e kemi humbur lidhjet me Europën, por ne po vazhdojmë të forcojmë lidhjet me Azinë juglindore, por edhe me botën jugore. Dhe ne do ta forcojmë ato më shumë dhe kjo do të jetë më shumë përfituese se sa ne të vazhdojmë të kemi marrëdhënie me shtetet evropiane. Pra janë disa mesazhe që Perëndimi nuk do t'u injorojë, por thjesht duhet të vazhdojmë mbështetjen për Ukrainën dhe vazhdimi i mbështetjes dhe qëndrimit të bashkuar do të jetë një përgjigje akoma më e mirë dhe do ta detyrojë, shpresojmë, ta uli Putinin, i cili të pranojë kushte të cilat do të kënaqin një zgjidhje paqësore në interes të popullit ukrainës, i cili vazhdon të sakrifikojë për parasinë dhe integritetin e vendit të tyre. Redion, për të qëndruar pikërisht tek pjesa e Bashkisë Evropiane, gjatë takimit Witkoff-Putin, Putin nuk është dakordsuar pikërisht me pikat dhe propozimet e ardhura nga Bashkimi Evropian. Po, dhe arsyeja kryesore sepse ato duken më shumë si ofertat që i bëhen një kundërshtar i cili është duke kapitulluar dhe jo një kundërshtar i cili është në fitore. Pra, Rusia nuk duhet të duket nga këto negociata sikur është në palën humbse dhe rrjedhimisht pranon një ofertë si të tipit të tërhiqet nga të gjitha territoret, që e tham është pothuajse një vije kuqe tashmë për Rusinë, të heq dorë nga sulmet të mëtejshme, të lejojë Ukrainën që të jetë pjesë e antarësimit në BE, por edhe në NATO, të lejojë vazhdimin e militarizimit të Ukrainës. Pra, këto pika janë komplet kontrastuese me ato që kërkon Rusia, apo dhe një tjetër që është mbajtja e përgjegjësisë, pra llogaridhënia për gjitha krimet e luftës që janë kryer në të gjitha këtë periudhë. Sigurisht duke qenë se këto nuk përputhen, janë diametralisht të kundërta dhe këto janë pak a shumë duket si oferta që i bëhet një fuqie që ka kapitulluar. Për shembull, ai dorëzimi pa kushte i Japonisë, që ju bën nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftën e dytë botërore. Dhe natyrshëm Rusia nuk mund ta pranojë këtë gjë. Rusia do kompromis dhe ai kompromis sigurisht duhet ta nxjerrë Rusinë fituese, pra perceptimin e fitores. Unë mendoj që ka edhe hapësirë për të hartuar plane të tjera ku edhe territoret mund të gjendet një formë ndërmjetshme, si për shembull krijimi i rajoneve autonome, ndoshta kjo do të ishte një qasje që edhe Ukraina mund të binte dakord. Pasi në fazën aktuale me këtë negocim pozicional të dyja forcave, unë e shoh të pamundur këtë gjë. Por thelbi është ky. Rusia duket si i ka kartat në dorë, pra po fiton taktikisht, definitivisht po fiton diplomatikisht, duke e lënë në majtë gardhit Europën dhe duke negociuar vetëm drejt për së drejti me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra duket sikur nuk i njeh asnjë entitet apo një superfuqi Bashkimin Evropian me të cilin ja vlen të negociohet. Kujtojmë këtu edhe takimet e dështuara të Turqisë në 2 raundet të dështuara atje. Dhe sigurisht është duke fituar edhe politikisht në këtë situatë. Është duke fituar gjithmonë edhe më shumë përkraje për luftën, së fundi ka qenë madje një sondazh brenda Rusisë që cili masë mbështetjen e popullit rus për luftën në Ukrainë. Dhe shumica e tyre, rreth 62% nëse gabohem, ishin pro vazhdimit të luftës, por sigurisht ata do donin që të shikonin që lufta të merrte fund. Megjithatë ata i mbështesnin veprimet që po bënte Rusia në Ukrainë, sepse e shikonin si një drejtë e popullit rus që të mbronte rusët edhe përtej kufive dhe një drejtë e tyre për të mbrojtur nga një kërcënim i mundshëm i NATO-s. Përsëri ky është perceptimi brenda Rusisë. Pra, Putini është duke fituar në të gjitha frontet, Bashkimi Evropian është i alienuar dhe natyrshëm i vjen reagimi që kush jeni ju të më vendosni mua kushte, a thua unë nuk jam duke fituar në terren. Kolonel, përsa i përket asaj pike që ju preket dhe pak më herë, që do duhet një ndërhyrje e presidentit Trump, pra vetëm ai mund të bind Putin për të gjetur një zgjidhje dhe për të pranuar planin. Po, është vërtet që ka deklarata sidomos nga presidenti i Finlandës, që njihet për marrëdhëniet e tij shumë të mira me presidentin Trump, presidenti i Finlandës zoti Stap,
i cili ka thënë që unë besoj që i vetmi individ, ose i vetmi njeri që mund të ullë në tavolinë Putinin dhe të negociojë një marrëveshje që mund të jetë e mundshme për të arritur, është vetëm presidenti Trump. Këtë e ka treguar me anët pozitive dhe negative të takimit të Alaskës. Unë nuk do të diskutoj këtu këtë takim. Është vërtetuar që presidenti Trump mund të jetë një nga negociatorët për të dhënë një zgjidhje apo ose për të detyruar të dyja palët, tu bëhet fjalë për të detyruar palën e dhunuar, por edhe për të dhunuar për detyruar edhe dhunuesin që në këtë rast është Rusia për të arritur një marrëveshje. Kjo do të përfshinte atë që njihen në diplomacinë e lartë të politikës ose diplomacinë në nivele strategjike, ku kërkon individ me pozicione dhe autoritet të lartë, siç është presidenti Trump. Por në njëjtën kohë nuk është vetëm presidenti i Finlandës që ka mbështetur këtë ide, por është dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, i cili gëzon një mbështetje të madhe të presidentit Trump. Edhe ai ka mbështetur këtë ide që presidenti Trump mund të jetë i dukuri për të arritur një marrëveshje. Ka dhe deklarata, ne kemi ndjuar dhe ditën e hënë të presidentit Macron, i cili gjatë takimit me presidentin Zelenski, presidentin e Ukrainës, edhe i ka shprehur një ide të tillë që është në favor të një takimi të nivelit shumë të lartë ndërmjet Trumpit dhe Putinit për të arritur një marrëveshje. Po ka dhe zëra të tjerë që thonë që nuk janë shumë besues ose janë dyshues ndaj atyre sepse kanë parë 28 pikave. Ju e përmendëm më drejt në studio që propozimet europiane bëjnë fjalë për ruajtjen e integritetit territorial, mos kufizimin e Ukrainës për të bërë antare NATO-s. Ukraina ka të drejtë të zgjedhë të bëhet antare NATO-s, pra nuk ka të drejtë një vend tjetër të mohojë një vend tjetër që të bëhet për shembull antare NATO-s apo antare Bashkimit Evropian. Pasi Ukraina konsiderohet që është shteti pavarur dhe ka të drejtë për të vendosur. Këto janë disa pika që europianë, pse europianët e mbështesin këto? E mbështesin sepse unë ndjova dhe idenë që ju hodhët në studio të krijimit të rajone autonome. Po mund të jetë një zgjidhje, mund të jetë një pikë që mund të vendosë negociata, por do dimi që krijimi këtyre rajone autonome ka një efekt domino. Mos harrojmë për shembull në këtu në vendet e Balltikut, kemi vendet e Balltikut që kanë një popullsi rusisht folse. Jo domosdoshmërisht kjo popullsi rusisht folse është popullsi ruse. Por duke parë që ka një përqindje për shembull në Estoni, në Letoni që kalon nga 23, 24, 25% në dy vende, ajo më të drejtë mund t'i kërkojë për shembull Estonisë që rajoni i Narvës, ku është qyteti me popullsi më të madhe të popullsisë rusisht folse, ku 98% e popullsisë së qytetit flet rusisht, t'ia kërkojë nesër të kërkojë që kjo të krijohet një krajinë autonome. Dhe kjo i krijon mundësi Rusisë të ketë një ndikim në për këto rajonet autonome. Pra duke ndikuar në këto rajonet autonome, ndikon dhe dikton jetën politike, ekonomike të një vendi. Pra janë disa gjëra që se çfarë do ndodhi, mund të ndodhë dhe kjo, në politikë çdo gjë ndodh. Por se çfarë do të ndodhi asnjë nuk e parashikon për momentin. Unë jam dakord me atë që ju thatë në studio që Rusia mendon sikur po fiton. Rusia mendon që është në pozicione të favorshme. Unë do të thosha një gjë që ka shumë portale që flasin për këtë, Rusia është e fortë dhe tjera, por në realitet nuk është kështu.